këtë fundjavë po e fillojmë me një bisedë këtu në studio bashkë me të bukurën Kosovare Regjepit, se do të ndaj shumë çka nga jeta e saj këtu bashkë me neve në studio. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi e dashur. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Po dukesh shumë bukur, si po ecin këto ditë për ty? Mirë, shumë faleminderit, pak me shi, pak koha e vrant, po përgjithsesi disponimi është në rregull, faleminderit shumë. Të ndikon kjo pjesa e motit në disponim? Ndikon pak. E du ma shumë këtë kohën me diell, këto ditë nxehta dhe është pak një dallim shumë i shpejt. Tash koha e vrant, po duhet me vazhdu. Më shumë jetë tipi verës, a? Më shumë jetë tipi verës. Jetën tënde tani e ke të bazuar mes Kosovës dhe Gjermanisë, apo jo? Momentalisht më shumë Kosovë jam e bazuar, po e kam pas në kaluarën mes Kosovës dhe Gjermanisë, po që një vit jam duke jetu në Kosovë. Je kthyer tashmë me mendimin se do kthehesh prapë në Gjermani apo ke vendosur tash tjetër? Kur jam në Kosovë kam menduar që do kthehem prapë në Gjermani, po më pëlqen aq shumë këto, jam adaptuar shumë lehtë, e kam gjetë veten edhe mendoj që një kohë gjatë besoj do të jam në Kosovë. Për shkak që folim për këtë pjesën e disponimit, ndikimit të motit në disponimin ton, si ka qenë periudhë për ty në Gjermani? Ka qenë moti shumicën e kohës si është sot në Kosovë, domethënë shumë vrant, shi, po ka ndiku shumë keq në disponimin tim, edhe ajo ka qenë një pjesë që ma ka bu mu halo ma shumë për mu kthy në Kosovë. Ka qenë puna që të ka qenë në Gjermani për një kohë? Po, ka qenë atëherë përfundimin e studimeve, kam punu edhe në Kosovë, po kam mendu që ndoshta në Gjermani do të pëlqen ma shumë, ndoshta puna, përfitime do t'jenë ma të mëdhaja dhe kjo është arsyeja që unë kam shku në fillim viteve 20 për jetesë në Gjermani. Do thotë fusha që e keni zgjedhur për studimin në atë kohë ka pas bëj me ekonomi, apo jo? Pastaj ku jeni fokusuar më shumë në këtë fushë të gjerë të ekonomisë? Pas përfundimeve, domethënë në fund të përfundimeve të fakultetit ekonomik, kam filluar direkt me punë në një nga bankat e vendit, mandej ka vazhdu për 2-3 vite me punë në kontabilitet edhe në bankë. Është një drejtim që më ka pëlqyer në atë kohë shumë, e kam gjetë veten shumë lehtë, kam punu me vite të radha në Gjermani si kontabiliste. Po, si fëmijë, kujton ato vitet e shkollës, ke qenë mirë në këtë pjesën me numra, me matematikë, s'kam pëlqyer gjithmonë apo? Matematika si londër, matematikë e pastër, nuk është se më ka pëlqyer shumë. Mendoj gjitha notat që kanë qenë super të larta, veç matematika kam pasur ngjecje, nuk e di edhe. Kam menduar që nuk di matematikë dhe s'kam tentuar. E kam lënë anash, po në përfundim shkollës fillore, kemi pas lëndë zgjedhore lëndën ekonomike dhe më pat pëlqyer shumë. Mandej kam vazhduar edhe në shkollë të mesme ekonomike, ka qenë super, do me thonë, më ka pëlqyer, ka filluar se cilën herë të më pëlqej matematika ma shumë. Pastaj matematika që është ekonomisë, është një matematikë tjetër, edhe më pëlqen shumë. Jam gjetë edhe një jetën personale shumë mirë me numrat, pastaj. Je mirë në këtë pjesë, sa i përket menaxhimit, shpenzimeve? Po që jam e mirë, në familje, kështu njihem që jam e mirë në menaxhimin e parave, dhe për atë arsye tash mirëm edhe me biznes, nuk është se kam lënë anash. Për shkak që e përmendëm edhe pjesën e fëmijërisë, shkollës, lëndë matematikës dhe gjitha këto, si e kujton Kosovarja fëmijërinë e saj? Unë jam fëmija i parë në familje, do me thoni kam motrat edhe vllazërit vllazshme i vegjëlson, edhe nuk është se kam pas një fëmijëri që kam shiu edhe atë shumë, se në farë mënyrë më është më rrit para kohës, që më kujdes për familjen, për motrat, për vllahun, por që se ka qenë një fëmijëri e bukur, ndoshta për arsye se nuk ka qenë një fëmijëri digjitale, sikur në kohën që ne po jetojmë sot, do me thoni kemi pas gjitha gjërat e prekshme, kështu, lojrat e gjitha tjerat, kështu që e maj mend se ndoshta ti kisha kthy kohën e kisha shiu pak më shumë, po gjithsesi mirë ka qenë. Si fëmija më i madh, zakonisht dëgjojmë se fëmijët më të mëdhenj janë edhe pak më të llastuar, si gëzimi i parë, kështu. Ka qenë edhe Kosovarja e tillë? Unë padyshim jam gëzimi i parë në familje, ma thojnë edhe sot. Kam qenë e llastuar deri në një pikë, po mendoj se nuk është se kam shfrytzuar për të keq, e kam shfrytzuar për të mirë. Edhe sot më llastojnë pak më shumë, kështu vrehet një dallim tek unë. Na dallojnë vetë ndajve pak, gjithsesi. E kemi këtë privilegj, po edhe përgjegjësinë e kemi më të madhe gjithmonë në familje. Pikërisht. Ceke që pastaj në fillimet e viteve të 20-ta tua, veç se ke shkuar në Gjermani për pjesën e studimeve dhe pastaj ke vazhduar edhe me punë dhe diçka tjetër. Si ka qenë fillimet për ty, janë ambientu lehtë në fillim? Si të kam prit ndërsa i rrethi atje? Në Gjermani më kam prit mirë, gjithsesi. Nuk është se kam ditë diçka ndonjë bullizim apo dallime të mëdha. Vështirë ka qenë pjesa e gjuhës gjermane, se nuk është se kam pas një ori shumë të larta.
edhe kam fillu me punë direkt pas 3 muajsh, edhe normal pas 3 muajsh, nuk është se kam ditë perfekt, edhe kam pas direkt kontakt me njerëz. Ndoshta kolegët pak janë di kështu, pse punon kjo me neve, fiton të njëjtën rrugë sikur na, nuk din shumë mirë gjuhën gjermane, po shefin atko ka pas shumë besim të kun, edhe thoshte se ndoshta nuk e din gjuhën, po dëshirën për punë ka shumë të madhe dhe ma kanë jep mundësinë, janë shumë falenderuese. Nuk është, domethënë jam gjetë shumë mirë si me punë, si me gjuhë, sikur me shoqëri. Kam qenë person që marrë edhe atje me beauty, edhe shumë lehtë kam krijuar kontakte me të gjitha vajzat në Gjermani, më kanë dashur, më kanë pranuar shumë lehtë. E të kjo pjesa e bukurisë dallon shumë ndoshta Kosova me Gjermani sa i përket këtij aspekti? Tash që jam këtu për evrej se dallon, ndoshta ne mendojmë se në Gjermani dojnë gjërat më të thjeshta, po flas për pjesën e thonjve kanë dashur më gjatë, më ekstravagant, kanë qenë më të ngarkuar, ndërsa tek ne është trendi që po dojnë gjërat më të lehta, më të thjeshta, sa më minimale, po më pëlqen më shumë këtu. Më shumë e ke gjetë vetën këtu. Më shumë e kam gjetë vetën, edhe për punë edhe për jetën personale me gjej vetën më shumë Kosovë. Po sa të ka ndihmu ndoshta eksperienca jote në Gjermani që ndoshta ta krijosh atë pjesën e disiplinës, oraret, njihen dhe thonë zakonisht që janë shumë të disiplinuar dhe të rregull sa i përket orareve. Ka krijuar edhe kosovarja një gjë të tillë? S'pari kërkoj falë së Duvanova dhe punë do me qenë e rregull. Po është e vërtet, është disiplina e punës, profesionalizmi, mandej korrekcia në kohë, janë tipare që veçohen në Gjermani që i kanë domethënë shumë në staza të larta. Mundohem që i kam munduar që të përvitsoj edhe ti shfrytëzoj edhe në Kosovë, po mendoj se këtu në Kosovë brehet ajo klima gjermane pak që unë e kam sjell, ma thonë shpesh. E vrejnë, a? E vrejnë që jam pak gjermane. Po qatë kohës kur ke qenë atje, ke qenë e vetme apo me familje? Kam qenë e vetme gjatë gjithë kohës. Ka qenë vështirë për ty? Kam jetuar e vetme, ka qenë shumë vështirë. Jam shumë person i lidhur me familjen, edhe deri më një moshë caktuar, domethënë kam jetuar së bashku me motrat, me prind, me gjithë. Edhe të largosh për një moment shkosh në Gjermani e vetme, kjo ka qenë një ndër sfidat më të mëdha që unë kam pas. Edhe ajo që ma ka vështirësu jetën në Gjermani ka qenë familja. Për i shohim edhe disa fotografi këto, se mundesh me na komentu, me na tregu më shumë se çka të kujtojnë. Këtu jam me mamin, jam fëmija e parë, domethënë familje, me motrën tjetër kemi 3 vite diferencë, kështu që kam pas kohë me mllastu mirë, këtu me siguri jam 2 vjeç, nuk e di sakt. Këtu është në shtëpinë e vjetër në Katon. Po ja. Dhe për shkak që e përmend edhe pjesën, të pëlqen kjo pjesa e natyrës, ndoshta me ikë kësaj realitetit, temit përditshëm, me shku pak në fshat, shkoj shumë shpesh e vizitoj, po shkoj shumë shpesh e vizitoj edhe kujtimet më të mëdha të fëmijërisë kam atje, domethënë qoftë me shkollë fillore, qoftë me familje. Po. Tregove që gjithmonë ke qenë shumë e lidhur me familjen, sidomos një prej pjesëve më të vështira për ty ka qenë kur ke qenë larg familjes atje. Ke qenë kontakt të vazhdueshëm, po besoj. Kemi qenë kontakt të vazhdueshëm nëpërmes telefonit, kuptohet, domethënë ka kalu ditë që s'kam bisedu me familjen, po prap ajo mungesa fizike është vrejt shumë tek unë, sado që kam punu shumë, kam pas shoqëri shumë të madhe, domethënë gjerë për shkak punës që e kam bë, po prap vendin e familjes nuk mundet me ta nxon askush, mungesa e motrave, mamit, babit, vllau, gjithë domethënë kanë ndiku shumë në gjendjen time emocionale atje. Edhe pse vizitat kanë qenë shpesh normal, kanë ardhur me vizitu me po prap nëse ti kalon një vit se ta kon familjen, normal që do të mërzitesh. Kjo fotografi flet mjaftueshëm, po besoj. Është një fotografi kur kanë qenë në vizitë tek ty? Në vizitë tek unë, domethënë këtu jemi në aeroportin e qytetit ku unë kam jetuar në Gjermani. Këtu kanë ardhur domethënë prind, edhe motra shifet në foto, motra e kam pa aty pas gati 5 viteve, domethënë kjo është motra e martuar, motra me dytë. Për shkak mungesës të vizave në atë kohë, domethënë motrat nuk kanë mujtë me ardhur, unë kam pas probleme dokumentacion, s'kam mujtë me vizitu Kosovën për 5 vite. Edhe motrat e vllahën tem nuk i kam pa gati 5 vjet. Kjo është hera e parë kur e takoj motrën pas 5 viteve, ndërsa me mamin këtu ndoshta një vit. Prap një kohë mjaft e gjatë, sidomos për një person si ju që përmendë që keni qenë shumë e lidhën me familjen gjithmonë. Puna tash të kujtohen ato pjesët, po fatmirësisht tash je këtu në Kosovë, ke afër apo jo? Tash jam afër, po ka qenë shumë e vështirë normal. Ju rrej aeroportet, ju rrej përshëndetjet prej asaj kohë, domethënë kam një lloj fobie sa shkoj në aeroport. Se i kam pa prind shumë herë në lot, dhe shumë herë të mërzitur, sa herë kanë ardhur dhe i kam përcjell, domethënë sa herë shkoj që në vresha, sa shumë jam vetë, sa shumë e nisha vetën, shumë pa familje, pa nuk e di, është shumë e rëndë, domethënë. Po,
janë gjona që më kam po më të fortë. Patjetër. Po antar tjerë të familjes keni ndoshta që jetojnë jashtë Kosovës, tash ndoshta edhe te ke një ndjenjë tjetër, një mall tjetër ja kupton pak a shumë apo jo? Ja kuptoj, kam shumë familjar që jetojnë jashtë, normal. Ndoshta jo në atë qytet ku kam jetuar në qytetet e tjera, por gjithsesi sa herë ndëgjoj që të kush shkon me jetu në vendet e huja, do me thonë mërzitën për ata, se di sa vështirë është, sidomos fillimi është shumë i vështirë, sado që ndoshta je person i fortë edhe je përgatitur për jetë, gjithçka tjetër, një vend i huaj është prapë i ftohtë, sidomos pa familje, do me thonë, ndoshta kam punu 8 orë, 9 orë, 10 orë gjatë ditës, momentin që ke shku në shtëpi, je kon vetë. Është dashur me ballafaqu me gjithçka që atë ka në jetë vetë, do me thonë, më thënë cilën do derë që kam hap një jetë, jam kon vetë. Ka prit diçka e mirë, e keqe, është dashur me ballafaqu vetë, po gjithsesi është një periudhë, do me thonë, që mua më ka bë me njoft veten, me mësu veten në çdo aspekt, edhe më ka bu kjo që jam unë sot, jam shumë krenare për gjitha vujtjet që i kam kalu në jetë. Ka pasur mjaftueshëm shqiptar në rrethin tënë në qytetin ku ke jetu? Po, ka pas, do me thonë komuniteti shqiptarëve që jetojnë në Gjermani është mjaft i madh, do me thonë ne e dim se shqiptarët jashtë janë shumë bashkuar dhe njihemi si populli më krenar, do me thonë nga do që jemi, do me thonë zoni jonë që jemi shqiptarë shumë i lartë, më ka bo shumë të lumtur kjo, edhe më kanë ndihmu shumë në atë kohën kur kam qenë në Gjermani, shqiptarët më kanë pranu shumë lehtë edhe kanë kriju shumë një shoqëri të mirë me mu. Për mu në atë kohë gjithë familjarët, do me thonë, edhe gjithë njerë që unë i kam pastu kanë qenë shumë të lumtur që kam gjetë shoqëri, edhe që kam bo një lloj familje të dytë në Gjermani. Do me thonë më kanë ndihmu shumë se nuk më kalon me najt vetë. Ta ishe një veç se je kthy në Kosovë, po zhvillon biznesin tënd, po ushtron edhe profesionin si kontabiliste. Si po ecë? Si kontabiliste kam lënë pak anash me thonë drejtë, ma shumë jo fokusu për momentin në biznes, pasi kemi kriju 2 biznese familjare, do me thonë me motrën, kemi krijuar një biznes që mirret me bukurime, pamjen e jashtme, dhe një tjetër që mirret me veshje. Edhe kjo është një lloj kontabiliteti, apo kontabilitetin e biznesit tim tash, po nuk punoj për firmat e tjera apo për banka, do me thonë për momentin, do me thonë ekonominë e kam lënë pak anash. Prapje fokusu edhe tek bukuria, tek veshjet, tek të qenurit, tek të dukurit bukur, të themi kështu. E ceke që më shumë në Kosovë, po kërkojmë pjesën më natyrale, qoftë të thojmë, ka ndryshu, po mendon, ndoshta prej atyre viteve më herët kjo pjesë? Mendoj që ka ndryshu edhe rrjetet sociale po ndikojnë shumë, do me thonë tash gjithçka kërkohet më natyrale, më e thjeshtë, jo shumë ekstravagante, mu po më pëlqen shumë, do me thonë është diçka më clean, më e pastër, do me thonë në paraqitje, po më pëlqen. Është vështirë ndonjëherë me gjeta gjuhën e përbashkët me klientën, ndoshta dikush vjen për diçka tjetër, po e vren ndoshta kosovarja që nuk është. Që nuk përshtatet, po për fatin e mirë kam klientët shumë të mira, edhe me gjitha klientët tash kam kriju edhe një lloj shoqërie, kam shumë të afërta, kështu që në momentin që kërkojnë diçka që mendoj që nuk ju shkon, nuk hezitoj as pak t'ju them, se kemi një lloj shoqërie dhe ja them për të mirë, se ndoshta unë si profesioniste di më mirë se çka i përshtatet një fytyre ose një ngjyrë të lëkurës, edhe kam një gjuhë shumë përbashkët edhe shumë të rregullt me klientët e mia, nuk kam pas asnjëherë ndonjë lloj keq kuptime. Po në përgjithësi si shoqëri sa mendon që jemi, kështu që e përcjellim pjesën e modës, sa vishemi bukur, sa dukemi bukur? Unë mendoj se shumë edhe e përcjellemi, jemi shumë në hap, do me thonë me trendet ndërkombëtare, botërore, edhe mendoj se vishemi shumë bukur. Do me thonë gjithçka që ka të bëjë me paraqitjen e jashtme në Kosovë janë shumë afër, do me thonë me trendet e huaja, edhe mendoj se i kushtojmë shumë rëndësi pamjes të jashtme, gjë që mua më pëlqen shumë, se edhe personalisht do me thonë pëlqen gjithmonë paraqitja të jetë e pastër, të jesh prezente, se në një lloj mënyre tregon edhe një respekt për veten edhe për atë tjetrën që e ke përballë. Është vështirë, e dim që jo gjithmonë jemi në ato ditët tona më të mira. Sa mundohet që kosovarja gjithmonë të duket bukur, ti kushtoj rëndësi edhe pjesës së jashtme. Munduam gjithmonë të jemi rregull, të jemi pastër, të kemi një paraqitje të mirë, pasi që kuptohet kemi punë edhe me klientë çdo ditë, edhe mendoj se kur ke një biznes që ka të bëjë me pamjen, gjëja kryesore është që ti mu duk bukur një herë, se mandej klientët të fitojnë një lloj besimi kur shohin që okay, po duket bukur, pas ka shumë shije në këtë drejtim, po edhe personalisht jam një person që më pëlqen. Do me thonë çdo ditë në qoftë në veshje, qoftë në pamjen e jashtme investoj kohë, edhe është diçka që të bën mund të jem më mirë personalisht, do me thonë edhe reflektoj mandej në paraqitje.
Po në përgjithësi në përditshmëri ka qenë edhe për ty e njëjta edhe në Gjermani, janë njerëzit ndoshta njëjtë ashtu si vishen kur shkojnë ndoshta në punë, sikur tek ne, kur dalin për një kafe, për një pije. Në Gjermani, nëse flasim për popullin e pastër gjerman, ata nuk i kushtojnë fare rëndësi, domethënë pamjes të jashtme, qoftë për punë, qoftë për kafe, domethënë mendoj se gjaja e fundit që mendojnë është se si duken, domethënë as pak, ndërsa evrejt domethënë nëse ki të bësh me komunitete të tjera, qoftë shqiptare apo komunitetet e tjera që jetojnë në Gjermani vret me njëherë dallimin nëse është gjerman apo është shqiptar. Se edhe shqiptarët në Gjermani kushtojnë rëndësi pamjes të jashtme, domethënë qoftë në veshje, qoftë në aspektet e tjera, ndërsa gjermanët njihen ndërkombëtarisht që nuk e kanë ndonjë stil wow, diçka nuk i kushtojnë as pak rëndësi. Kur jemi tekstile, tregova edhe më herët që pjesa ndoshta stina e vjeshtës, edhe pse na ndikon pak a shumë në disponim, mundemi ndoshta pak më shumë me eksperimentu me pjesën e veshjes. Domethënë për shkak të motit nuk është se më pëlqen shumë, se nuk i duket kohën me shi edhe motin e ftohtë, por për veshje është e vërtetë që stina e vjeshtës ta jep një lloj mundësie që me eksperimentu më shumë edhe me pas më shumë stil, qoftë me sako, me çizme, tash janë shumë trend, domethënë, edhe mua më pëlqen, domethënë për stilin vjeshta është numër 1. Po kthehemi edhe një herë tek pjesa e jetës në Gjermani, tregova përveç mallit për familjen, cilin e diskutua më herët në aspekte tjera, apo besoj që ke hasur në sfida dhe vështirësi përveç edhe sukseseve të shumta që i ke pasur atje. Është vërtetë, domethënë, jo vetëm Gjermaninë në cilin të shtetë të huaj të fillosh një jetë të re nga zeroja, është e vështirë edhe për mu ka qenë. Domethënë, kam pas ato momentet ku kam mendu që nuk mundem me ja dalë, që gjithçka po ngushtohet edhe që nuk po mundem atë jem ajo vetvetja, derisa ka një moment që më zhdukur sikur jam në një rreth rrotullim gjatë gjithë kohës edhe nuk po mundem me marrë një dalje që të bëj diçka më shumë në jetën time. Ka pas momente ku kam pas vështirësi në punë, qoftë në vend banim, domethënë sepse Gjermania është një shtet që gjithçka shkon në bazë të rregullave, në bazë të letrave, nëse një dokument nuk është ashtë në mënyrën si ata kërkojnë, ata ngec, mbet aty. Ka pas edhe momente ku ndoshta ke mendu që ki njerëz shumë afër vetes, e për një moment e ke parë që nuk është askush aty për ty, por gjithsesi prap gjitha këto eksperienca mu më kanë bërë kjo që jam sot nuk është që njeri mërzitet mendoj atë kur është mirë. Tash kur jam mirë dhe i kam kalu gjitha ato, thom o zot sa e fort pas kam qenë, domethënë mërzitën për veten se si ka mund m'ia dal, po ka pas shumë momente të vështira, përveç mallit për familje, kanë qenë edhe këto vështirësitë në punë, vend banime, ndoshta me ndru qytetin, gjithçka ka qenë e vështirë. Kur i kujton sot, ndoshta duken edhe më të vështira, apo jo? Kur e kujtoj sot, unë çuditëm vetë se ja kam dalë, domethënë se është shumë e vështirë një femër e vetme, mu shumë të re, ndoshta pa punë, pa gjuhë, pa asnjë person që ta tregon rrugën, domethënë se cilën rrugë që e ke marrë vetë, normal që ka qenë e vështirë, po kur i shoh dikon tjetër në atë moshën që kam qenë unë 20-22 vjeçare dhe shoh se është shumë najer, domethënë nuk mirret hiç me kur që them, a di çka kam kaluar në moshën tonë, po secili ka atë mendjen e vet edhe falë Zotit jo secili ka fatin e njëjtë, domethënë. Edhe shpresoj që asnjë femër ta ketë një fat kaq të vështirë si kur unë. Si arritet ti menaxhosh krejtësisht e vetme? Ndoshta unë them puna, edhe ajo disiplina, ajo kultura që ma ka dhënë familja, që gjithmonë me punu, mos me humb rrugën asnjëherë, me qenë gjithmonë rrugën e drejtë, sepse të drejtën në një vend huj është shumë e vështirë me mbajt veten në rrugë siç duhet, sepse shoqënia, lakmia është shumë e lehtë, domethënë mund ndiku prej ngjanave, dukurive negative, po unë kam qenë gjithmonë kjo që jam sot, domethënë kam qenë shumë, kur kam qenë e vogël, kam qenë shumë një vajzë e shkollës, pastaj një vajzë e punës, e kam ditë gjithmonë që du me arrit shumë jetë, du me punu fort për veten time dhe për familjen, që t'i bëj edhe ata krenar, se fëmija i parë në familje, më shumë t'i kam prit prej meje, ndoshta kjo ka qenë arsyeja që unë kam nejtë gjithmonë kështu siç jam tash. Përmendje që gjithmonë e ke pas krah familjen, po e shohim një fotografi që kanë qenë ndoshta ato këshillat dhe kritikat kryesore sa i përket rrugtimit tënd për në Gjermani. Në fillim, kur kam vendosur me shku në Gjermani, ka qenë shumë e vështirë, kuptoj për prindë e mi, këto foto jam me babën, për babën jam pika adopt, normal, vajza e parë, edhe janë mërzit shumë edhe normal, nuk kanë qenë ndoshta 100% pajtimi, prap kam besu në mua dhe në ëndrrën time edhe në ato se unë kundu me arrit, edhe më kam përkrahur në çdo aspekt. Këshillat normal kanë qenë gjithmonë t'jesh vetja, të punosh fort, mos t'i besosh shumë njerëzve. Edhe i kam bajt deri tash, i kam bajt gjitha këshillat edhe vazhdoj akoma të këshillohem me prindë, me familjen për gjithçka, domethënë çado që më ndodh një, çado vendime që e marr, familja është e para që shkoj dhe konsultohem.
ndoshta në vendet të huaja është edhe më lehtë shohim ndoshta edhe gjëra jo të bukura, për shkak që e ceke që është shumë lehtë të devjosh ndoshta nga rruga e drejtë atje, sidomos në një moshë shumë të re, siç ka qenë edhe kosovarja në ato vite, por gjithmonë e ka pas mendjen tek puna dhe është fokusuar gjithmonë tek vetja. E vërtet, do me thonë në Gjermani, kur kam shku në fillim, del në rrugë dhe isha njerëz të shtrim në rrugë për tokë, të alkoholizum, drogum, edhe për mu normal ka qenë shok, edhe ndoshta ajo frika, o zot nuk du kur me përfundu kështu, du gjithmonë me punu, du me arrit njëtë kam bajt largë, edhe e kujtoj që i kam thirr shpesh familjen, kam thonë, o zot kam po kështu në rrugë, kam po kështu, edhe normal kanë pas merak, edhe gjithmonë kanë këshillu, shkon punë, qëri punë të tua, mos u merr, mos rri me njerëz që përdoren lanë narkotika, apo që përdoren shumë, abuzojnë shumë alkool, unë jam gjithmonë kundër edhe i këshilloj gjithë njerëz gjithmonë që të rrinë sa më larg. Edhe ndoshta këto jam pak me lasdru me sa atje jam mundur gjithmonë me nejt shumë binar në rregull, për shkak se edhe kam dash familje mi bë krenar dhe ata mos më bëj shumë merak për mu. Ndoshta kjo më kam bajt larg. Edhe puna, them drejtë, nuk kam pas shumë kohë të mirë me gjëra tjera, sepse kam thonë që i kam bajt 3-4 punët njëjtën kohë, kjo është e vërtet, nuk do të thotë që unë edhe tash i bajt 3-4 punët, kaluar në një periudhë kohore unë i kam bajt shumë punët të njëjtën kohë, kam punu me orare të gjatra, 14 orë, 15 orë gjatë ditës, do me thonë, sepse e dim se atje është shumë jeta me shtrenjtë në Kosovë, unë kam jetu vetë, kam pagu banesën, gjitha shpenzimet që vinë vetë, edhe nuk ka qenë e lehtë, do shta puna më kam bajt larg dukurive të këqija. Përveç që ka qenë e vështirë në aspektin financiar, themi paka shumë e mbjetu, sidomos në një vend të huaj, sa je ndje edhe e sigurt si një vajzë vetme në një shtet të huaj? Falë Zotit, asnjëherë nuk kam pas një eksperiencë të keqe që të them po kam frikë ose nuk jam e sigurt. E kam ndje veten të sigurt, sa mendoj se nëse ti don edhe ruan vetëm, andej është më e lehtë. Domethënë unë kam ndajt larg gjanave të këqija, edhe nuk më ka ndodhur asnjëherë diçka e keqe, falë Zotit. Kështu që mendoj se kam qenë shumë e sigurt. Jam ndje shumë e sigurt në Gjermani. Fatmirësisht. Po tani për shkak të disa edhe deklaratave, temi që i ke dhënë reagimeve të shumta, që ke thënë që je shumë pro bukurisë natyrale, apo jo? Unë kam thënë deklaratë në të kaluarën kam qenë natyrale, ndoshta tash me kalimin e kohës i kemi bërë sa preket vogla, normal edhe mosha, po jam shumë edhe domethënë zoni jam dëshiroj të ndëgjohet, sidomos për vajzat e reja, një moshë shumë të re, 18, 19, 20 vjeçare, shoh shpesh që kanë kërkesa domethënë edhe në lokalin tim, punën tim, vinë vajza shumë të reja me kërkesa ndoshta që një 30 vjeçare nuk i ka. Domethënë gjithmonë i dojnë gjanat më ekstreme, sepse mendoj se dojnë mu duk që kanë bërë diçka. Unë jam gjithmonë kundër dhe i këshilloj që në një moshë të re është më mirë të qëndrojmë tek natyralja, një femër e re e ka freskin bukurinë e vet, ndoshta me kalimin e viteve edhe lind nevoja për me bën një ndryshim. Por një moshë të re mendoj se gjitha kemi qenë të bukura, s'kemi pas, ne në atë kohë s'kemi pas nevojë me bën ndryshime. Në atë moshë gjitha janë të bukura. Gjitha janë të bukura, janë të freskëta dhe mendoj se duhet ta lësh veten që të arrish deri një pikë se shija ndryshon me kalimin e kohës, kërkesa, gjithçka ndryshon. Domethënë, nëse 20 vjeç mendon se dëshiron të bësh flok të kuqe me 30 nuk të pëlqen. Është më mirë që të gjërat bëhen gradualisht, aq sa pjekësh, aq të bësh ndryshime. Po në rrjetet sociale sa je aktive? Me thonë drejtën, në Gjermani nuk është se jam marrë shumë, nuk është se kam qenë shumë aktive, ndoshta për shkak të punës, edhe pse në Gjermani janë rrjetet sociale, TikTok, kemi shumë blogere, janë shumë të njohura. Unë për veti jo, ndërsa tash këtu edhe ndoshta për shkak të punës që e bëj, jam aktive dhe më pëlqen më shumë. Për shkak që e përmend edhe pjesën e vajzave të reja, ndërhyrjeve të ndryshme, si e sheh edhe përdorimin e rrjeteve sociale apo konkretisht TikTokut nga gjeneratat e reja sot? Mendoj se çdo platformë, domethënë rrjeteve sociale, është e dobishme dhe mund të përfitojmë shumë nëse përdoret në mënyrën e duhur, siç e dim TikToku nganjëherë nuk përdoret drejt, abuzohet shumë, nuk më pëlqen sepse ne dim se edhe fëmijët edhe moshat e reja kanë qasje në telefon edhe në TikTok, edhe nganjëherë ka video, nuk e di kush e kontrollon TikTokun, po nuk janë shumë të kujdesshëm. Ka video edhe për mbajtje që ndoshta nuk janë shumë të përshtatshme, që të shihen nga gjithë njerëzit dhe të jenë domethënë të hapura në rrjetet sociale. Është e mirë nëse shfrytëzon për punë, nëse shfrytëzon për biznes ose edhe për paraqitje domethënë në mënyrë korrekte, është gjithçka në rregull, por jo që të përdoret domethënë dhe të abuzohet në gjëra që janë banale. Nuk më pëlqen. Për shkak që e përmendi që edhe në Gjermani ka pasur shumë shqiptar, një komunitet shumë i gjerë i shqiptarëve, ke menduar ndonjëherë, po besoj që shpesh bëhet kjo edhe pyetja personale, si dallojnë shumë ndoshta meshkujt shqiptar në Kosovë dhe në Gjermani sa i përket sjelljeve apo përditshmërisë së tyre, rutinës së tyre? Dallojnë edhe atje.
është kështu, kur je këtu, mendon se ndoshta më mirë janë meshkujt e huj. Meshkujt që jetojnë jashtë vendit. Kur je atje, thu jo, prit se më mirë janë Kosovë. Janë më modern. Nuk e di, më duket se këtu janë pak më modern, nuk të guxoj as me thonë diçka se e di që kam bu shumë buj, po e rëndësishme është që meshkujt të din çka dojnë jetë, të din se çka kërkojnë prej vetës, të mirë ma shumë me punë, të kenë ambicje në jetë, nuk ka rëndësi a jeton Kosovë apo jashtë vendit, me rëndësi është të kesh një mendje të shëndoshë dhe me ditë se çka donë. Unë për veti nuk është se kam ndonjë preferencë, meshkuj që jetojnë jashtë apo në Kosovë, aty se ku e gjej veten, ajo që am përshtatet mu të jetë kështu sa gjysma ime mjafton. Mjafton sa gjysma. Mjafton. Po në përgjithësi e ceke që sa i përket aspektit financiar, jashtë Kosovës, është da shpesher me i bo disa punë. Në Kosovë, mund të thuash që për këtë një vit që je paka shumë, është më letë të kesh në aspektin financiar një jetë më të mirë. Në Kosovë, ka disa dallime me Gjermaninë, ndoshta nuk është se këtë standardi i ekonomisë është më i lartë se atje, po siç e dim në Gjermani thuaj se të gjithë jetojnë me shtëpia me qira, duhet ta paguash qiran, sigurime domethënë janë më të larta, pastaj të gjithë thuaj se kanë kredit, vetura ose diçka tjetër, ndërsa këtu e pakta është se jeton shtëpinë ose ketë blerë, jeton me prindërit ose diçka tjetër, mandej domethënë shpenzimet janë më të vogla, çmimet ndoshta janë më të ulta për atë arsye, ndërsa në Gjermani nëse jeton me një familje së bashku me motrat, vllahun, prindërit, mundesh me ja dalë, është më e lehtë, se secili një rrugë kalon, por nëse jeton e vetëm siç unë kam jetuar atë një rrugë është shumë pak, sepse dim se qiraja në Gjermani për momentin janë shumë lartë. Po, të regove që qysh prej fëmiris, gjithmonë ke qenë një vajzë shumë e fort, e pavarur, që e ke darë gjithmonë punën dhe krejt këto ndërsa të kanë ndihmu që të arish ku je sot, apo jo? Është e vërtetë, me thonë të thasha ma herët, unë jam një person që as pak, me thonë, nuk më vjen torë prit kalumës tem, sa jam ka ndërtu dhe më ka bo mu kjo sot që jam. Edhe do me thonë, nëse nuk dorëzohesh, e din shumë mirë se çka do një jetë, punon fort. Do me thonë për ato se çka të ndron, atë mundesh me ja dalë. Do me thonë, mu më ka shpëtu vetëm puna dhe sot jam këtu në falë të punës edhe asaj se one nuk jam dorëzu, kam punu, nuk më ka ardhur turp, do me thonë se shpesher ka ndodhur që one nuk kam punu edhe në profesionin tem në Gjermani, por do me thonë mu nuk më ka ardhur turp prej asaj pune, kam shku me shumë qef, më është duk sikur po punoj në bankën qendrore, do me thonë edhe pse ndoshta ka qenë një punë shumë e thjeshtë, po për mua rëndësishme ka qenë se one kam pas një rrugë në fund të muajit edhe i kam mbulu shpenzimet e mia vet. Kështu që i them gjitha vajza mos keni turp të punoni, puna nuk është turp, do me thonë çado që është një punë e ndershme ta bëni me shumë qef derisa të arrini aty ku doni, sepse asnjë fillim nuk është i lehtë. Do me thonë rruga për më arrit unë deri sot këtu ku jam s'ka qenë as pak e lehtë. Sa i pëlqen sot kosovarja udhëtimet, ndoshta me u largu pak prej realitetit përditshëm për një udhëtim 2 ditor, 3 ditor, sa do qoftë? Shumë pëlqen, po fatkeqësisht tash për shkak të punës që e kemi edhe kemi punë me klientë, shumë na kërkojnë që të jemi këtu, po sa herë që të më del kohë, sidomos vikendeve, zakonisht mundohem kështu me ikë, që mos me qenë në Kosovë, më pëlqen shumë, po deri tash më kanë pëlqyer më shumë këto udhëtimet në det, pushimet, tash mendoj që do vizitu më shumë qytete, kështu po mundohem shumë që t'ikem, po shumë sa të më del kohë, pëlqen shumë. Në përgjithësi, e cekëm edhe më herët që je më shumë tepi Bregdetit, i verës, tash gjatë sezonit së vjeshtës, ndoshta ndonjë qytet më të madh sa i përket pjesës së Evropës apo diçka kemi plan? Nuk e di, ndoshta tash me motrat e kemi në plan, ndoshta t'ikim në Stamboll për disa ditë, që të vizitojmë pak më shumë kështu qytete, po të shohim, ndërsa për deti do ta lëm edhe pak se vetë sa na shkoj vera. Na merr malli pak. Vera, vetë se shkoj, tregove që ke pas një punë të ngarkume dhe klientët gjithmonë kërkojnë që t'jesh afër. Po tani në këto muaj të ardhshëm, ke marrë ndonjë ftesë për ndonjë reality show ose diçka? Ftesë nuk kam marrë, nuk e di për çfarë konkretisht po fol. Nuk kam marrë ftesë, më pëlqen shumë edhe mezi po presim gjatë mja fillu, domethënë që jemi në pritje të reality show. Janë ndjekse rregull dhe formateve reality, më pëlqen shumë. Edhe i përkraj zakonisht nëse ka ndonjë personazh, ndonjë karakter që më pëlqen edhe gjej veten i përkraj, kështu që mezi po presim të fillojmë. E kishe pa ndonjëherë veten në një format të tillë brenda kamerave, themi për 24 orë gjatë të kohës? Nëse është një format që imazhin tem edhe kosovaren që është ndërtu deri sot nuk e dëmton, domethënë nëse është diçka që përshtatet me karakterin tem dhe me ato se kush jam unë, me shumë dëshirë, pëlqen shumë edhe pse jo, nëse marr ndonjë ftesë që ja vlen me shumë qejf. Dashurisht e shumë kënaqësi që të kishim sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën dhe për gjithçka që ndave me ne. Faleminderit shumë juve për ftesën, ishte kënaqësi.